si të gjithë, mirë se erdhët në një vlog të ri. Më në fund kemi muaj pa bërë një vlog. Edhe jam shumë e lumtur to be back. Edhe shifni tani. Një rakat erdhe të më ndërpresim. Ja ku jam, doja dalim të bëjmë një intro të ky vlogu. Si shpo i thosha, kemi shumë muaj pa bërë vlog, e di. Vendosëm edhe 2 podcast e pastaj nuk bëmë asgjë fundjetorit edhe në fillim të janarit, sepse kemi qenë vërtet shumë të zënë, kemi shumë projekte që po mbyllen, shumë gjëra, por shpresoj gjatë ditë vlogut kemi kohë të flasim për shumë gjëra. Jam shumë entuziaste të filloj vlog përsëri. Erdi nata. Përse të dukem, sepse nuk po kuptoj asgjë me fokusin te kjo kamera, duhet t'ja marr pak dorës përsëri. Po ju thosha, para se të më ndërpriste Natanino, në fakt u mbylla në banjë që t'ju flas, sepse kush të lën të flasësh. Jam shumë entuziaste të kthehemi me vlog, domethënë më mungon të bëj vlog çdo javë. Thjesht nuk kam pasur kohën, vërtet nuk kam kohë të editoj. Është ky problemi. E dini sa video kam filmuar, sa gjëra kam bërë dhe në fund nuk i kam publikuar kurrë. Si për shembull, dekorimin e pemës, e shtëpisë. Bëra vitet, por nuk kam pasur asnjëherë kohë të editoj. Do thoni ju si ka mundësi, sepse duke qenë gjithë ditën në shtëpi me fëmijë gjatë festave, kaloja gjatë ditën po thoj duke sistemuar, pastruar, duke rregulluar, prishesh prap, nuk ishte asnjëherë e pastër, po mundohesha. Pastaj dil me fëmijë do 3 orë vetëm që të dalësh nga shtëpia. E ka qenë pak një periudhë kështu, dini, kush ka fëmijë mund të më kuptojë, por nga nesër ndryshon diçka. Natanino do filloj kopshtin. Nesër është hen, edhe po erdhi dita që do filloj kopshtin, nuk më duket e vërtet. Në fakt do i duhet edhe atit, sepse do flasi, do merret me fëmijë, do lozi, do jetë ambienti i ri, do ketë më shumë stimulations. Pse më ndërpren kur flas? Më ndërpreshi pak muhabetin se më shkon në oficio. Mirë, ciao. Më le të rahat në këtë shtëpi. Banja nuk është për video. Po. Sole, të vi këtu te dhoma jote. Tu ka tepër diell, por është më bukur. Sole, pse nuk e fik dritën jeta? Po i thosha, Natanino do filloj kopshtin, do jetë një fillim i ri dhe për atë, do njofi fëmijë të ri, do lozi, do shfryt pak më shumë. Edhe pse javën e parë do rri vetëm 2 orë në mëngjes, kështu që nga ora 9 deri në 11. Nuk jam e sigurt po që se duhet ta çoj në 9 apo nga ora 8:30 në 9, sepse Sole kishte kështu, por nuk e di, nuk më than se si duhet ta bëja këtë gjë, por nesër do informohem ose nesër do çoj Solen 8:30, kështu që do kaloj edhe andej, sepse kopshti me shkollën e Soles është ngjitur. Kështu që s'kam për të bërë shumë rrugë. I le të dy njëri pas tjetrit. Sole filloi këtë javë që kaloj shkollën përsëri pas pushimeve. Këtu kemi Solin. Shifni se është rritur Sole ime. Përshëndet. Sole po bën një aktivitet këtu me ylberin. Shifni çfarë ka bërë. Ka dekoruar edhe këtë, ka varur këtu. Jepja mami ta vari këtu. Shumë e bukur. Do të heqim edhe këto stickers, edhe të lajm xhamat sepse shifni si i kanë bërë duke prekur stickersat. Sot shifni çfarë kanë bërë. Kam hequr gjitha dekorimet që kemi pasur këtu sipër, kam boshatisur edhe pemën, edhe e shtorat i çojmë andej. Këtu Nata ka bërë rrëmujën e vet. E shifni situatën. Por tani që shtëpia është pothuajse lirë nga dekorimet e Krishtlindjeve, është sikur më duket bosh tani, sepse më pëlqente me dekorimet e me gjërat, por do shohim si do ta mbush. Planet për këtë 2026 janë të mbaroj me këtë shtëpinë më në fund, edhe pse kemi plane më të mëdha, por do ishte mirë të mbaronim edhe këtë shtëpi me të gjitha gjërat që mungojnë. Por siç u kemi thënë, nuk ka qenë një periudhë shumë e thjeshtë, kështu që shtëpia ka kaluar në plan të dytë. Tani po heqim stickersat me Sole, edhe pastaj thash të dalim një shpejt, sepse duhet t'i blej çantën Nataninos për nesër që fillon kopshtin, e duke çantën e vet do heci te shkolla. Fillon me stickersat. Atëherë po flas pak avash, sepse Natanino po flet këtu në dhomë, edhe nuk isha ku tjetër ta regjistroj këtë video, por kemi një videoll me disa rroba që më kanë ardhur tani edhe pak kohë, edhe më pritin që të bëj një këtë hauling, kështu që po e tregoj të gjitha gjërat që më kanë dërguar. Here they are. I kam hapur, kam përdorur vetëm janë këto gjëra. Në fakt janë pak dimërore, por ju thash kisha kohë që duhet ta filmoj këtë haulin, edhe erdhi momenti. Është pak ndriçim kështu, nuk e di pse është super i mirë, por jashtë po bie një shi pa parë. Kështu që fillojmë nga gjëja e parë që kam veshur, edhe është kjo këtu. E sa herë kam veshur, më kam mbyllur ku e ke marrë. Nuk ju thash, këto gjërat më i dërgon Vogion, që është një aplikacion kinez, e dini, por disa gjëra më pëlqeu materiali, disa tjera jo, por janë gjëra që mund të gjeni edhe nëpër dyqane ose nëpër sajte të tjera, e dini, që kanë bërë kolaboracione të tjera. Por duke qenë se me këtë brandin nuk isha bërë collaboration ndonjëherë, thash le ta provojmë. Kjo është xhaketa, e kam bërë shumë virale në TikTok, edhe më pëlqen. Këtë periudhën tani që nuk vishet as G-box, as palto të mëdha, është super okay.
Ka këto manga kështu me pellush. Here it is. Më thoni për që se ju pëlqejnë zgjedhjet që bëra. Tjetra është edhe kjo një xhaket. Kam zgjedhur 3 xhaketa, më duket, nuk i mbaj mend sepse gjërat e tjera i kam lënë aty për ju them muaj tani. Tjetra është një pellush, e kam këta në bezh, dini edhe vesh gjithmonë. E thash të mirë një brau, por kjo është pak më shkurtër se e tjetra. Edhe nuk e di për që se më pëlqen, në fakt doja t'ja jepja motrës time sepse ajo vesh gjithmonë gjëra me bel të lartë edhe nuk e di, sipas me do i shkonte më shumë asaja. Nuk është e keqe, por thjesht nuk besoj se i shkon trupin tim në këtë moment. Materiali është super i butë, nuk duket falso. Është fikse ajo tjetra që kam dhe më pëlqen shumë edhe ajo. Edhe palto e tretë është kjo këtu, si t'ju tregoj këtë se është super e gjatë. Është një trench, por është në këtë ngjyrë kafe, ka edhe ripin e vet, edhe rri kështu e gjatë deri në fund të këmbës. Shumë e gjatë, më rrit të këmbët, do ishte mirë ta visha me taka. E ka këtë pjesën këtu që duket fix si trench. Thjesht gjë që nuk më bind 100% është ngjyra. Do kisha dashur të ishte një kafe pak më siç duket në video, por nuk është si në video. Ato dy të tjerët më pëlqeu shumë materiali të kësaj, jo dhe shumë, e dini që jam super e sinqert me gjërat, edhe këta nuk doja këshilloja ta mirënit. Por ato dy të tjerët po. Kjo ishte xhaketa e tretë. E tani le të provojmë një set që kisha harruar që i kisha, kështu që tani që kam një udhëtim për pak, do më duhet, po e provoj dhe po kthem. Këtu është e treta, është një kostum me pantallona të gjata, material tutash. Por xhaketa është e shkurtër, këto janë pantallonat, nuk është keq. Edhe për të ndetur në shtëpi, mos të veshësh gjithmonë të njëjta gjëra. Unë vishim gjithmonë me t-shirt edhe pantallona, leggings të zeza. Për të ndetur në shtëpi është okay. Materiali edhe i kësaj nuk është i mirë, ju ja them. Besoj se gabova dhe ngjyrën, besoj se kjo kafja, si që shifni, do më shkonte më shumë. Nuk e di po që se është përshtypja ime. Nuk më pëlqen aq shumë sa imagjinoja që do më rrinte mirë, por është një tutë thjesht që duhet gjithmonë. Kisha edhe një byrzylyk këtu brenda, por nuk po e gjej. E kërkova pak atë byrzylikun, nuk po e gjej, po do e gjej, do e tregoj tek në një video tjetër. Edhe ky ishte holi, pak shpejt e di, por jam në fazë valixhe e gjëra, do e shohni te vlogu tjetër. Ju thash për bërzulykun, e dija që do dilte, sepse po sistemoj dhomën, edhe ishte këtu. Besoj se do e vesh edhe këtë ditën e udhëtimit, më pëlqen shumë. Domethënë është gjë më e thjeshtë, por është super i bukur, ngjan edhe shumë i shtrenjtë. Në përgjithësi, në ky sajt ju këshilloj të blini aksesore, syze, gjëra kështu sepse i ka shumë të mira sipas me. Nga ky bërzulyku, nuk e di, më duket i shtrenjtë. Do shohim tani po që se nxihet apo jo. U bëm gati e mbar për të dalë, më duket. Kështu që le të veshim dhe xhiboxin. Le të marrim një pako me fasoleta se në këtë shtëpi kanë të gjithë hundet, edhe tani po më vinë edhe mua. Presoj mos të më ngjisi asnjëri asgjë, se gripi këtë vit pas ka bërë namin. Për fat të mirë neve kaluam vetëm me hund fëmijët, nuk patën asgjë tjetër. Kush ka vajza e din që ka 1000 halli, flokët jo kështu, rrobat jo ashtu. Mbyll xhaketën se bën ftohtë. Natanino. Ku je? Ciao Nathan. Gati? Gati. Po shkojmë në orar gati drekët, por hangëm vonë, kështu që do ham pak më vonë drekën. Nathan, dove vai? Kush po mirë të fëmijën e dikujt tjetër? Ishim te kasa, e gjestin vend që të mirë të ndorë fëmijën e vetë, mëri fëmijën e huaj, që ishte edhe shqiptar, kuptoni, prindrit e tij ishin shqiptar. Por nëse tani mbaruam punë, mbushim qeskat edhe ikim në shtëpi, por përpara të shohim për që se ka vend për të prerë flokët e Nataninos. Guarda. Sei bellissimo. È scappato, basta. Ma sa i bukur është Bernata. Nuk më duket e vërtet, por ja dolëm. Ja dolëm t'ja presim me të qara, me të bërtitura, por është herë e parë që ja kam presh shumë bukur edhe jemi shumë të kënaqur. I mbyllëm. E si ka xhakën di bona. Zotroti pruri Bentley-n ta lajmë. Duhet të manifestosh në jetë. Është bërë kjo makinë, nuk e di po që se duket, është bërë, kështu që erdhëm ta lajmë. Guarda pioggia. Ua, sa bukur. Esatto. È
Questo. Me qenë se po hipim këtu në shtëpi, t'ju tregoj pak që kemi i bërë muret këtu, do bet edhe shkalla këtë ditë. E shqipni sa më bukur duket, do mbaruar, këtu do vet drita. Këtu është apartamenti poshtë, po bëhet si ai sipër, ka shumë punë akoma, por pothuajse do kemi news për pak. Fola për 5 minuta, por nuk isha ndezur kamera, po ju thosha që t'ju tregoj gjërat që blem. Gjëra e parë për të cilën shkuam është çanta, dhe është me këtë astronaut. Është e voskël për në kopër, që të çoj ujin në vet, peshirin edhe gjërat. Edhe mezi pres ta shoh me këtë. Nesër nuk më duket e vërtet që arriti kjo dita, më duket dje që bëra këto gjëra për solen, është absurde kjo gjë. Kishte oferta, sepse kanë filluar edhe uljet tani, kështu që i mora. Për në behar, këta që e kishte vjet grip, ja bleva përsëri sepse ishte në skonto 4 euro seti, kështu që 2 euro asgjë. Me 2,50 euro ishte kjo. I duen tani bluzët jeshta kështu për ditëshmërie që po i bëri pis, ti ndërroj, 3 euro kjo. Edhe kjo ishte 4, ishte pak më shumë, po është edhe pak më e ngrohtë, më e bukur. I bleva me gjithmonë me ulje 3,30 euro, 2 pantallona bijamesh. Këto mund t'i mbaj edhe nëpër shtëpi. Pastaj me 4 euro këto pantallonat shumë të bukura. Kishte një prerje shumë të bukur. Pastaj Sole si blem diçka sepse ishte pak xheloze që po blinte vetëm vllai dhe bleu këta Hello Kitty. Kjo e Sole si ishte 4 euro. E pastaj blem këta lojën që është me magnet. Kam të lozim gjithë bashkë, çon këta elastikun e pastaj çon magnetet edhe është një lojë që kisha parë në Amazon, po kushtonte më shumë. Kam vënë këtu gjiz, bukë të thekur edhe një vezë, tani do i shtoj pak grip dhe po bëj qofte me gjiz. Qofte i bie fjala, por që kanë formën e qofte për Nataninën sepse këta duan vetëm makaronat bardha, por do të hanë edhe në një protein, diçka. Allora io mami. Ok. Ti fidi, mami. E kur hungry book? Nuk është shpi? Ha? Është shpi? Dhe beri Sole këtë. Më zuri pak gjumi, si që pat bërë një kafe, të zyesha pak. Futa duke bërë lavatrice, gjërat që i bleva Nataninës, stilaj gjithani. Kem gati për javën, hoqa pemën, më në fund. Por pastrimin e thellë do e bëj nesër në mëngjes. Nuk e qenë se do jem në ankth se si do shkoj Nataninën në kopësh, besoj se mënyra e duhur për të shfryrë ankthin do jetë duke pastruar. E kështu që pastrimin të thellë do e bëj nesër, sot veç i hoqa, mos t'i kem të gjitha në një ditë. Kam për të larë banjon, kam për të sistemuar dhomën e gjumit e pastaj do të filloj me drekën e prapë me duke larë pjatat, është gjithmonë një cikël ky. S'mbaron asnjëherë kur ke familje, fëmijë, nuk mundesh të rish një sekond, edhe pse pata sekonda, fleta gjumë, kështu që s'mund ta ankohem. Por është gjithmonë ai gjumi që flet, duke ditur që s'ke bërë gjëra, kështu që nuk është një gjumë i thellë. Nuk e di apo që se më kupton. Sole ka për të lexuar disa gjëra për shkollë, pastaj duhet t'i bëj edhe dushin të dyve, të lajm edhe unë vet. Idealisht doja të ndryshoj edhe çarçafët, që të çfarë do të thënë, sot si e diel që është heq çarçafe, të lajm, të kem bizhame të reja. Çdo gjë perfekt. Do shohim për që se do ja dalim me këtë proces. S'kam filmuar shumë, por jam vendosur të pastroj këtë dhomën, se fëmijët e kanë bërë super rëmuj. Ndërkohë po bëj edhe darkën, po bëj pak oriz me brokoli. Edhe gjithmonë tani kam pastruar se hoqi gesti pemën, t'ju tregoj tani si është. Këta dy po shkojnë video që bën duke qeshur. Qifni. Duket më e pastër shtëpia pas pemës, edhe sistemova çdo gjë edhe këtu. Edhe këtu po bëj brokoli me oriz poshtë, kështu që këto bën me avull, është poshtë orizi. Tani do të sistemoj pak këto gjërat që lava në drejt. Por ndërkohë do mbaroj ndaj dhomën. Pak e kam sistemuar edhe atje sipër, por është akoma rrëmuj. Do të hash buk. Me buono, Adesso arrivo. Mangiare. Ciao, Gaia.
Buon appetito. Dai, io vedo. Buon appetito, Sole. Buon appetito. Sole pa broccoli e mbaroj avocado. Guarda. Basta. No, è mio. Bravo soprattutto a reagire dal punto di vista mentale perché avevamo detto Vedete il telefono. 3 orë që t'i zinte gjumi fëmijët e mi, kështu që po më zinte dhe mua me ta. Mos të them që pak më zuri. Po që të bashkë, po rrin 1 orë atje shtrirë me ta. Si mos të zari gjumi. E shifni edhe gjendjen e flokëve të mi, kështu që erdhi ora për mua të bëj një dush, të lajm të qetësojmë, të shkoj të flas dhe unë se ora 10:30. Edhe po, do shifemi nesër në mëngjes me Nataninën që do filloj kopshtin. Që të gjusë shpejtë. Si e pim pa sheqer këta? Po bëj gati edhe çantën e Nataninos. E di që është pak e rësirë, por s'kam çfarë të bëj në këtë orar, nuk mund të ndes gjitha dritat. Duhet të dëgjojmë 1 sekond, flokët e mi do janë tharë mirë mbrëmë dhe ngjaj si e çmendur, por nejse. Mirëmëngjesi, e thash. Mirëmëngjesi. Jam emocionuar duket apo jo. Po bëj gati çantën e Nataninos, kështu që i kam futur brenda një ndërres, mbathje kanatiere, tuta apo që se lage për çdo aksident. Pastaj shifni një zonë që ja ka bërë Soles kur vajti në kopësht. I beri këtë qeskën që përdoret për në kopësht, që mbajnë aty brenda tek dollapi. Po ndryshon drita, çfarë po ndodh? Edhe brenda kam këtë që quhet bavallino, që e përdor për të ngrënë bukë, por Natanino mbase nga java tjetër do ndalet të haj bukë, do shohim si do shkoj. Pastaj ka peshqirin për duar, që do ta mbaj në banjë. Dhe sa bukur. Do t'ja fus këtu brenda që t'ja çoj tek dollapi vet pastaj. Mirëmëngjesi. 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 Çfarë po hani ju? Po hani bukë me vezë. Te facciamo Mos i vini remurit, është për të pikturuar. Tha, është shumë i bardhë ky muri, kështu që t'i japim pak pikturë. Edhe ti shkove te kopshti, kur ishe e vogël, tani u bëre e madhe, shkon në shkollë. Daj, ha bukë sepse do vishemi ora 8. Kush është gati këtu? Nata! Nata, je gati? Kush do vete kopshti sot? Dhe komshi. Edhe Sole ka çantën. Jemi gati? Po. Andiam. Andiamo. Filloj kopshtin, Ja ku jam, vetëm në këtë qetësi. Oh my god, nuk më duket e vërtet. Shpresoj të shkoj çdo gjë mirë, jam pak në ankth, është normale, besoj ditë e parë derisa të më thonë si është ambientuar, po që se ka qarë, po që se më ka kërkuar. Edhe nuk e di, Natanino është një fëmijë shumë independent, i pëlqen shumë të lozi vetëm, i pëlqen jashtëzakonisht shumë lodrat me dru, edhe atje ishte plot me lodra, kështu besoj se do kënaqet, e vetëm gjë do duhet të mësoj rregullat, sikur hap lodrat, pastaj duhet t'i vendosi në vend, por besoj se kjo gjë me kohën do përmirësohet. Edhe tani jam në vetëm në shtëpi dhe se si ndihem, më duket absurde kjo gjë. Pastaj e kam pastruar shtëpinë mrem, edhe sot në mëngjes, para se të dilja, kështu që jam këtu dhe them, çfarë mund të bëj tani? Më thanë që i duheshin shapka, të cilat nuk më kishin thënë që duheshin, kështu që them të shkoj të marr ato, të marr edhe pak makarona të vogla se dua të bëj pak risaraki me pulë në furr. Realisht do më duhesh edhe një palbizhame, sepse unë këtë javë operoj. Po, operoj. Edhe nuk më besoj që po e them, edhe nuk më besoj që po arrin dita, për 3 ditë duhet të operohem, do shkoj 3 ditë në spital. E kjo gjë nga hunda, po që se mbani mend para 1 vitit e gjys, ja kisha thënë, që nuk marr frymë në kjo anë. Zero, është bllokuar totalisht kanali i hundës, është spostuar, kështu që duhet të më operojnë e të më hapin përsëri tubin. Edhe po, sa bukur po fillon kjo 2026. Nuk është një operacion shumë i vështirë, por kuptoni, jam 28 vjeçe,
për pak 29, edhe s'kam qenë asnjëherë në spital, fal zotit, as për një diçka të vogël, asnjëherë nuk kam bërë ditë spitali, kështu që fakti që tani afrojnë 30-tët e po filloj duke shkuar në spital, është pak diçka kështu. Por okay, më thanë nesh operacion rutinet, e vetëm gjë do duhet të bëj anestezi totale, kështu që do më vendosin në gjumë. Edhe kjo është vetëm gjë që më vendos ankth, plus pastaj sepse një ditë duhet të mbaj tampone në hund, por di njerëz që kanë bërë edhe është diçka e thjesht, edhe mendoj vetes time. Ka njerëz që e bëjnë për estetikën, kështu që për diçka që s'kam nevojë, unë që kam nevojë dhe po e bëj, po e marr pak me filozofi. Por azja tani po vetë ora 10 e them të shkojmë sepse për ndryshe, domethënë 11 duhet të shkoj të marr Nataninon edhe nuk bëj në kohë. Edhe po ju thosha për këtë gjë në operimit sepse do më duheshin bizhame, një pal shapka e basta, nuk besoj se më duhet gjë tjetër. Gjërat e tjera i kam, por po do një pal bizhame, kam një pal të zeza, të thjeshta të Primark, do ishte më mirë të shkoj te Primark, por nuk do shkoj te Primark për një pal bizhame. E do shkoj tek Carrefourit, do shikoj për shapka për Nataninon e pastaj do shohim aty çfarë do gjejmë. Kështu që let's go. 2 hours later. Ja ku jemi edhe në shtëpi, unë po çoja në kamerë të telefoni fotot e Nataninos. Mësuesja më tha se qau një gjysmë herë, por pastaj u qetësua, thjesht kishte këtë gjë që dilte nga dera, ju thashë e ka pak Natanino këtë, edhe i çuan tha karrige më tha, edhe i shpjeguam që ky është limiti, nuk mund ta parakaloj, e pastaj e kuptoi tha. Thjesht tani unë mora shapka që më tha. Por më than tani që dua edhe këpuc me ashtu, se natën i kam me lidhse që të përgatiten vetë për të dalë pastaj kur vin prindrit, kështu që duhet të rikthehemi të blej dhe këpuc me, kështu që të mundet t'i vesh i vetë. Tani unë po bëj drekën, vendosa tu makaronat i skuqa në furrë, aty po bëj lengun e pulës, po zej pulën me pak perime dhe do hedh lengun këtu që të marri pak shije, edhe që pula të piqet sepse nuk piqet për pak kohë në furrë. Edhe po, kështu që do kemi dhe drekën, ora është 12, besoj se në ora 12:30 pa një çerek do jetë gati. Tani do i tregoj fotot që i bëra sot në mëngjes, janë absurde. Shifni sa e bukur. Bëra këta, pastaj ka këta me solen, tepër e bukur. Kjo këtu është një nga të preferurat e mia. Do ta ha me për qartë tani që shoh fotot. Edhe kjo këtu është shumë e bukur. Do ta ha. Natanino e zuri gjumi e tani unë po rrinja pak në divan, t'ju them të drejtën, sepse do një tekurosje, po thash po rri pak, bëj një kafe tani vetes, po bëj një cappuccino me soja, që kam shumë kohë pa e pirë, edhe pastaj po hap hekurin e po filloj duke hekurosur, të bëj pak sot, pak nesër, të kem rrobat pak të hekurosura, duke qenë se për 3 ditë ju thash do jem te spitali, kështu që të përfitoj këto ditë që jam në shtëpi për të hequr gjithë hekurin edhe gjithë rrobat për të larë. Në fakt mbase po dëgjoni lavatrishën që po punon. Nuk e di as vetë se lavatriçë sa gjëra bëj gjatë ditës, edhe mblidhen gjithmonë. Më duket se u bë kafja. Këtu bëra qumshtin ti. 2000 years later. Përshëndetje, ka kaluar pak kohë nga hera e fundit që ju fola. Besoja se do arrit të filmoja pjesën e operimit e çdo gjë, por vajta atje me mendje të lehtë, sikur do ishte diçka super e thjeshtë, më thanë që është një operacion rutine. E dola pas 4 ditësh në spitali, kaq po ju them. Siç e shihni tani hunda ime është e lirë, nuk ka ndryshuar gjë sepse nuk kam shkuar të bëj hundën. Thjesht nuk mirja frym edhe më bën tubin e hundës. Domethënë do ju shpjegoj pak më mirë se çfarë ndodhi, sepse nuk ju mora me vete. Kishe shumë dhimbje, ndajta një ditë më shumë se ishte pak më e komplikuar gjithë operacioni edhe post operimi. Më thanë që këtë anën këtej nuk e kisha fare, edhe ju duhesh ta ribeni intubacionin e hundës. Nuk e di këto gjëra teknike, por kaq ma shpjeguan kështu në mënyrë sa më të thjeshtë. Më thanë nuk e di si mirja frym. E në fakt nuk mirja frym, prandaj vendosa që ta bëja. Por t'ju them diçka, unë kam lindur 2 fëmijë, edhe një dhimbje
kaq të tërmeshme, una nuk e mbaj mend me fëmijët e mi. Do me thënë, me Solen kam kaluar më shumë se 20 orë në spital për ta lindur, edhe prap nuk e di. Ç'ty them, kur lind fëmijë, të hipën ajo forca, që do me thënë, aq adrenalin ke në trup sa e përballon dhimbjen, i përballon kontraksionet edhe gjërat. Ndërsa këtë, una post operimi, me ato tamponet që më kishin, që ishin tampone kaq për çdo hund, i beton. Edhe kur mi hoqën ato, sikur po më hiqnin trurin, pa anestezi, pa asgjë, ishte diçka aq e vështirë. Mbase ju bezdisë dhe kjo gjë që po ju them, nuk e di, mbase jeni sensibile dhe nuk doni ta dëgjoni, por ishte diçka e tërmeshme për mua. E përjetova shumë keq, më dhimbte shumë, mirja paracetamol çdo 5-6 orë. Për mua ishte diçka absurde, ishte një dhimbje absurde, nuk besoja se do e kaloja gjithë ata dhimbje. Sot jam më mirë, më hoqën disa gjëra plastike që më kishin lënë brenda dhe ato çat ju them. Ore minut më vinte për të shtitur, por nuk e benja, duhet ta benja nga goja, jo nga hunda. E unë këtë gjë nuk e kam bërë kurrë në jetën time të shti nga goja dhe vetë shlotoja. Tani këtë javë që mi hoqën jam më mirë, tani kam petë brenda që do shkrihen vet e jam në rregull. Kontrolli shkoi mirë, më thanë që jam në rregull, e kam mbajtur pastruar mirë hundën, se duhet të bësh ato me ujë, duhet ta pastrosh hundën, nuk duhet ta frysh. E ndjem më mirë. Tani nuk marr frym akoma, por në momentin që mi hoqën ato mirë ja frym, kështu që do të thotë që shkoj mirë çdo gjë. Shikoj, më thanë që duhet një muaj që të marr veten, që çdo gjë të shkoj siç duhet, e do shohim si do jetë pastaj do ju them kur të filloj të marr frym, pastaj do ju them po qëse ja vlet apo jo. Se të them të drejtën, po qëse nuk e keni shumë keq, mos e bëni se është një dhimbje absurde, një nivel tjetër dhimbjeje. Për mua personalisht, ju them, un kam lindur 2 fëmijë, por kjo dhimbje ishte nivel tjetër për mua. Nuk e di, mbase jam shumë sensibile në këtë zonën këtu, nuk e di. Për mua personalisht, sepse kisha një grua tjetër afër me që ajo e përjetoi super mirë dhe bëri 3 gjëra në vend se veç një, që ishte tubacioni dhe mishin e huaj. Ajo bëri më shumë gjëra dhe ishte shumë okay se sa unë. Nuk kisha dhimbje absurde, ajo tjetra përballë meje kishte më shumë dhimbje se unë, edhe ishte e treta herë që e bente këtë operim për mishin e huaj, jo për hundën. E ç'të them ta? Varet, është personale besoj që kjo gjëja e dhimbjes. E vetmja gjë që do ju këshilloja mos ta bëni në dimër një operim të tillë, sepse po që jeni të ftofura ndej këtej është më e komplikuar si gjë. Më mirë në pranverë ose në shtator, jo në këtë periudhë dimri, nuk jo këshilloj fare këtë gjë. Por nice, tani iku. E vështira iku. Do shikojmë tani, ju thash, do ju them po që si ja vlen kur do filloj të marr frym. Se tani për tani nuk dëgjoj asgjë. Jam edhe pak e bllokuar, se dini, tani që filloi dhe Natanino kopshtin e të gjitha, ç'a nuk bien në shtëpi. Për fat mirë nuk se morën shpesh. Drute ngurt, por i bien ato mikrobet e gjërat nga kopshti në shkolla edhe është pak më e komplikuar. Çfarë tjetër news t'ju jap? Te periudhë po ndodhin shumë gjëra në jetën tonë. E di që e tham në podcast në dhjetor që do jemi më aktiv, por beautiful jeta jon. Po ndodhin shumë gjëra pozitive më në fund, pas një vitit e gjysmë me gjëra negative më në fund në jetën tonë, por po arrin gjëra pozitive, po shkon çdo gjë siç e kishim imagjinuar edhe programuar, më në fund gjërat po ecin. Kjo gjë na bën të ndihemi edhe më të qetë. Edhe jam shumë e lumtur për këtë gjë, më në fund më kishit thënë që periudhat e vështira duhen që pastaj të përjetosh edhe ato pozitivet, kështu që më në fund po shikoj atë diellin në mes të reve, që kisha kohë që po e prisja, mezi pres të shikoj çfarë na ka rezervuar kjo jetë. Se më në fund po shikoj pak më qartë çdo gjë, po arrit jam edhe më e qetë, edhe besoj se edhe dallohet kjo gjë. E di që vitin e fundit më thoshi që dukesha pak keq edhe isha keq psikologjikisht, nuk kam kaluar një periudhë të thjesht, kam kaluar një periudhë në terapi, nuk e jam fare thjesht, fare, por ja ku jemi, çdo gjë rregullohet. Prandaj kam bërë edhe tatun tim që pas shiut dalin lulet, sepse çdo gjë e vështirë arrin pastaj të japësh më vlerë gjëra pozitive që të ndodhin në jetë, sepse e di që ke përballuar sakrifica, dhimbje, shumë vështirësi, e pastaj arrin ku ndihesh më mirë edhe përjeton gjëra të bukura, pastaj arrin ti vlerësosh më shumë sipas meje. Edhe është një mesazh edhe ky që dua të jap aty jashtë, por që se po kaloni periudha të vështira, mos u dorëzoni, sepse u bëra këtë gjë, u dorëzova, edhe kjo nuk bëri mirë.
në asnjë aspekt të jetës time. Në momentin që kuptova dhe më bëri klik ajo gjë që thosha, jo, nuk duhet të dorëzohesh, duhet të japësh 100% të vetes tënde, të përballosh çdo gjë në këtë jetë, edhe besoj se duke kuptuar edhe duke më bërë klik kjo gjë në kokën time, arrita të gjej një balans në këtë moment edhe të jem pak më pozitive. E shpresoj të shkojë çdo gjë mirë kështu. Asja, unë tani po ju la, do ju përshëndes, bëra këtë mbyllje në fund të vlogut se e dje që s'kisha filmuar një mbyllje. Ju falenderoj po që se jeni akoma këtu edhe doni të na ndiqni prapë së prapë, edhe pse bëm gjithë këta mungesat këta vitin e gjys. Shpresojmë të kthehemi si para 2 viteve që ishim shumë konstant. E di që edhe atëherë bëja mungesa, por jo kaq shumë. E po, nuk mund t'ju premtoj asgjë, nuk dua t'ju premtoj më. Dua thjesht të filloj të punoj edhe të jap 100% të vetes time. Unë ju përshëndes, ju përqafoj edhe shihemi të vlogu tjetër. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.